sot me janë bashkia e Sarandës me nënkrye kryetarin e bashkisë dhe me 2 nënkryetarët e bashkisë, nuk duam që t'jepen me asnjë lloj licence. Në përjashtim, qofse një taksist del në pension, ai zotëria ta zvendësojë mbasi, po ka kërkesë nga interesuari pronari taksist që është taksist, nga fëmia e tij mund ta marrë fëmijën e tij. Këtë jetë kërkesë e parë. Dhe kërkesë e dytë, bashkia mund të caktoj këtë doj. Kanë vazhduar dhe janë 40 taksi në program për të dhënë dhe thonë janë taksi sezonale turistike. Nuk e kuptoj kush është taksi sezonale. Ne çfarë jemi ne? Taksi për zona malore, për Leshnicë, ne jemi taksi për qytetit. Dhe bashkia nuk do t'jap absolutisht licenca taksie. Sot jemi mbledhur të gjithë këtu për shumë padrejtësira që po na bën Bashkia e Sarandës. Po japin licenca, po japin tani përgatitin 40 licenca për t'i dhënë. Nga e dini këtë ju? Këtë është informacion se persona këtu në qytet kanë bërë makinat, i kanë bërë dhe janë bërë gati dhe vinë për ditë. Plus këtu ka shumë kërkesa si rreth, kanë edhe atje mund të jenë 200 kërkesa tjera për taksi. Tani ç'a bëhet me këtë vëlla? Faleminderit që na mbështesni. Ne kemi problem shumë të madh, piraterinë. Që është kryesorja. Të shikosh fugona 8+1 kompani, pa asnjë lloj kriteri. Shiko të Finikit, nxjerrin të Finikit, të Delvinës, të gjithë nxjerrin kompani, e kanë bërë bilet autobusi Syri Kaltër, Butrind, Gjirokastër. E kanë bërë, domethënë si bilet autobusi. Edhe kjo ne ka arritur në një pikë falimentej. S'kemi ku arrisim me. Ne takset i paguajmë. Detyrimi të paguajmë s'të asnjë ditë ai. S'të asnjë ditë. Bashkia na bie fletat. Jemi detyruar të paguajmë. Sigurimet sa vinë rritën. Po i paguajmë. Atëherë pse s'ta mbështesim? Ku është e keqja jon si taksi? Çfarë kemi bërë ne këtij si komunitet taksive? Çfarë ka bërë bashkisë? Ne gjithmonë i kemi përkrahur. I kemi pritur. Ne pse s'na dëgjojnë? Ne s'kërkojmë ne diçka të jashtëligjshme. Asnjëri, të gjithë janë këtu, të gjithë janë allëxhinj, që mendojnë për bukën e familjes. Nuk mendojnë për kapital. Se nuk mendojnë kapital me taksi. Ka arritur pika në Sarandë që çdo shtëpi, çdo pallat të shikosh taksi të gjithë. Ke femra kanë një timon dorë taksi, ke kalamajna 18 vjeç taksi. Ç'të të them, në ekstrem fare. Nuk është me asnjë vend botës. Jo të botës, pas në Afrikë besoj të jetë këtu. Faleminderit juve. Makinat, vitin e prodhimit, ne i kemi makinat shumë të mira. Po të shikojnë makinat, a i na kërkojnë makina elektrike se duat në bëjnë zengjina bajlozët edhe oligarkët e kësaj qeverie që kanë këta këtuja. Këtu nuk vjen dot për një halë se s'ta hap njeri dërën. Megjithatë, makinat ja ku i kemi, këta thonë merr makinë elektrike, po një makinë elektrike ID4 ose ID6 që janë ato kushton 50.000 euro. Të kishin 50.000 euro tani, shikojnë vetë nuk punonim taksi këtu, do punonim tjetër destinacion po. Edhe te porti Sarandës. Na kanë hequr vendet as u vërën vendet atje asgjë. Kërkojnë ta marrin bajlozët, le ta marrin dhe atë pastaj çfarë thomin edhe kaq takat kemi. Zëri s'na dëgjohet asgjë kundi. S'kemi çfarë të themi më na kanë mbytur. Taksat do i paguajmë detyrimet 1 për 1. Ku do ankohemi? S'kemi as ku do ankohemi asnjë gjë. S'kemi më mundësi. Faleminderit. Dhe jemi drejtuar sot bashkisë. Licencimi pa drejt që po bëhet në Sarandë i licencave, sepse është mbushur dhe i bie në 2 pallate mund të jenë 3 taksi në Sarandë. Nuk ka më pikë vlere për ne që punojmë. Asnjë lloj vlere fare taksia. Dhe do të lutemi shumë institucioneve të bashkisë. Bashkia me policinë bashkiake të na ndihmoj me makinat që na punojnë në Sarandë jashtëligjshme. Vjen Tirana, ngarkojnë se jemi të fortë. Vjen Konispoli, ngarkojnë se jemi të fortë. Vjen Delvina, e njëjta gjë. Kjo ankesë do bëhet në qershor, sepse tani ndoshta ata mase nuk dalin se s'ka punë. Në një qershor fillon, nëse ata do dalin një ditë, s'kam se të lodhen fare që të kërkojnë se i shikojnë gjatë. Të ngarkuar me njerëz dhe asnjë lloj mase nuk është marrur fare. Këto të dyja kemi. I falenderoj juve që na mbështetni. Dyert e bashkisë, derën e kompetentit. I dim dyert e bashkisë, po s'kemi marrë një përgjigje kompetente që thotë që kjo puna do bëhet edhe fiks.
Para një muajsh kemi bërë të kërkesën 4 kërkesat me shkrim dhe të 4 kërkesa nuk na kthyer asnjë përgjigje. E kemi protokolluar këtu tek zonja këtu sekretari, e ka marrë, ka çuar te Kryetaria e Bashkisë dhe nuk na ka kthyer përgjigje. Që do ta kthejë përgjigje me shkrim. Do t'i bëjmë këto pika apo s'do t'i bëjmë? Disa e na kanë gënjur, po na i thoshin nuk na i keni sjell me letra, i keni sjell me gojë. Dhe fjalët që flisin me gojë merera. I lam të erës, i bëm me dokumenta, pse s'na kthejnë përgjigjet. Vitin e prodhimit na i vun kusht 2-3 shokë tanë, kolegë tanë, na i futën dhe ne gjongeli ky liq, sepse nuk u bashkuam ne, të bashkësisht u bashkuam sot, që mos ta kalonin. E kaloi bashki e kaluar me në krye, thoma Korinin, hajdutin e bashkisë Sarandës, inxhinierin, sepse ai e solli gjithë pislek sot, që solli këta taksi që po vinë. Pikë e tretë, pikë e dytë. Pikë e dytë është që nuk duam asnjë taksi të rretheve, gjë nga Konispoli, që kanë 100 gjyra taksish, nuk kuptohet se kujt janë, Gjirokasa, Delvina, Feniki dhe kompanitë e luksit Tiranës. Vina konkurrojnë këtu. Të vinë të bjerë pasagerë dhe tikin, nëse ka porosi me një letër nga mbrapa, kthimi siç e kemi ne me autorizim, ti marr, nuk jam kundërshtim. As ne si sindikat nuk kemi. Por ata vinë stacionojnë për hotele, për restorante, për kryqëzime, punojnë pasin të keqe. Dhe kompanitë, këtu kompanitë kanë qenë 4, 5, tani na e bën 20. Bashkia duhet të shikojë këto gjëra. Me fuqi banore në atakonin të ishim 75 taksi. Kanë vajtur 159 sot. Edhe 40 i kanë program që u kanë dhënë fjalën këta për t'i dhënë, vetë 200 sa. Ne nuk jemi dakord. Do përgazohet kjo shkallë greve deri në kryeministri. Dhe ja bëj me dije kryeministri Edi Rama në emër të sindikatës taksive, ne jemi 156 taksi, 156 familje. Janë 1040 vota. Nëse këta do japin licencë taksish, 1040 vota i ka kundra, do t'i fitojnë partitë e tjera. Të bëjnë si të duan, dhe me deputetin kemi folur në telefon me mesazhe, do vi, shpresojmë që do vi, mas edhe mund të na ndihmoj. Nga protesta në protestë, çfarë kanë dyshim? Asnjë zgjidhje, vetëm i vend parkimin na zhdën. Asnjë zgjidhje bile, as nuk na kanë pritur. Ja ku i ke sot? Ku i ke Kryetaria e Bashkisë? Nën kryetare këta ku i ke? S'ka asnjë i sot. Pse s'vin? Kushta janë emëruar edhe komisariati u ka dhuruar shkres me shkrim. Janë emëruar dhe nga ana jo. Për rrugën, bllokimin e për të gjithë. Edhe për rrugën, ne kemi marrë sot këtë iniciativë, mbështes komisariatin e policisë Sarandë, shefin e qarkullimit, shefin e komisariatit, shefin e rendit, që na krijoi edhe na dha një mundësi që bëm këtë tubim paqësor sot, sepse ne nuk kishim mundësi ta bënim, se s'na kanë dhënë asnjë mundësi. Ne kemi pasqyruar një operacion të policisë pas kërkesave që ju keni bërë për të ndaluar taksit privat, pirate. Gjithtani nuk është bërë asgjë, deri në këto momente. Beti vetëm ai operacion? Ngeli vetëm. U bën 2 gjoba, 3 gjoba, nuk e di. Se si u kaluan ato gjoba, ne nuk e dim. Ne nuk kemi as informacion. Gjë nga ky moment i sot, po të vesh te porti, të vesh tek Bukovile, të vesh atje, ke stacionin e taksive të Konispoli që na parkohen. Dhe thonë nuk duam të dim për taksi për polici. Kush janë këta të fortë nuk e di. Po ka të fortë më shumë nga shteti. Ti janë këta 2 apo 5 individ, nuk e di, shteti marr masa. Ne të gjithë jemi këtu, jemi të gjithë allegjin. Ti je kryetari i sindikatës? Po, sekretari i sindikatës. Po. Kush do të flasë tjetër? Folëm për Këshilli Bashkiak pengoi liberalizimin të mase për kompanitë e taksive, sepse ligjin e kishin bërë të ketë jo më tepër se 10% të numrit të taksive, pra të mund të bëhet një kompani me numrin e 10% të numrit total. Ata donin ta bënin pa limit numrin e taksive për kompanitë, do të ishte faliment total për neve. Kjo ishte një pikë e vitit të kaluar që Këshilli Bashkiak na mbështeti dhe falenderojmë publikisht Këshillin Bashkiak, mirë po Kryetari nuk na ka dëgjuar asnjëherë në nevojat tona që të pezullohet dhënia pa kritere numrit të licencave. Ai mendon, jo kryetari, është kryetari i Bashkisë. Kryetari i Bashkisë pretendon që ka një liberalizim të tregut të dhënies të licencave. Të nxjerrë dokumentin. Të nxjerrë dokumentin, ose le të bëhet në çdo qytet, ose kundërta, le të bëhet pa licencë të punoj kush të doj taksi, kush e gjën veten apo mundësi për të punuar. Po ne edhe numri shtohet i automjeteve taksi dhe vende parkimit s'ka, edhe trafiku bëhet, e të gjitha këto çojnë në konflikte në të gjitha. Edhe çojnë në kaos, në dëmtim të punës tonë që neve jemi prej vitesh. Tanë kolegët duat diskutoj edhe një tjetër. Kërkojnë që edhe biznesin tonë, që është biznes i kaputur fare, ta bëjnë monopol. Nëpërmjet kësaj që thonë e ka dhënë ligji që të japin licenca pa mas me këto elektriket, ngrije ti që ke një hotel dhe shumë mirë që ke, merë 200.000 euro, blend 5 makina elektrike dhe i fut tut nga konkurosh ne. Ti nuk quaj hallegji, nuk quaj pa buk si neve të vetë punësuar, vjen të pastrosh lekun ose të na lësh edhe ne pa buk. Edhe nga momenti që bashkia na jep licencën dhe na e kontrollon, duhet dhe të na rregulloj këtë pjesë. Një gjë që se merr përsipër.
S'di gjë u thotë kryetari, s'di gjë u thotë ajo vajza. Kryetari s'del fare se është në Berlin, është marrë ato të turizmit, se i merr kryetari, nuk i marrim ato të turizmit që merr Saranda, i merr nga gjithë shërbimet. Nga shërbimet e taksistë, hotelit, të gjithëve. Është merit e të gjithëve. Pastërtia nuk është vetëm e kryetarit dhe bashkisë. Dhe neve na ka gjithmonë poshtë. Nuk është ashtu. Kjo do një zgjidhje. Dhe këtë duhet na zgjidhë bashkia. Është institucioni që na licencon dhe ai del përgjegjës për këtë pjesë. Dhe nuk do t'ja di. Pastaj të tjera do diskutuam ta kolegët e shkollës. Kemi ardhur shumë herë. Ankesat tona i kemi thënë shumë herë. Tre problematika tona janë kryesore. Është dhënia e licencave pa limit dhe kjo do të thotë që mbas 5 vjetësh, nëse do jepen 35 licenca siç e kanë filluar këta, i bie që këtu të bëhen 400 taksi. Do bëhet një qytet vetëm taksi dhe do thonë e kanë fajin ata të partë. Kjo është në dëm ton dhe është edhe në dëm të atyre të rinjve që marrin licenca. Sepse nuk ka më sens kjo. Nuk ka më sens, domethënë, po vazhdoj kështu. Merr një elektrike, hajde futu. Okej, në rregull. Atëherë i bie për 10 vjet, se kryetarët ndrohen, i bie për 10 vjet këtu të jetë 500 taksi. Qyteti taksive, nuk ka sens. Do udhtoni vetë. Po do bëhet një qytet i taksive, më kupton se merre me logjik, tani i jepen 35 vjet. Për 10 vjet i bie 350. 150 janë 600 taksi. Atë që kërkojmë neve dhe që jemi mbledhur sot këtu është brenda mundësive Këshilli Bashkiak të miratoj një vendim që të ndërpriten licencat e reja dhe të jepen licenca vetëm kur të dalin në pension, sepse kjo nuk ka më sens për ne për shkakun që jemi të rinj. Jemi falimtuar, i bie tani që të ikim neve, më mirë ta thotë ikni juve gjithkej, se do vinë sa të rinj. Faleminderit. Shefi, në mes gazeta.